25 tetor, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Thuhet që Beqir Balluku përpara se të pushkatohej nga Enver Hoxha gjeti strehim tek aty ku është sot salla e parlamentit, priste një telefonat, kishte ide për të arratisur. E ku mund t'ikte? Në Puk, se në Zvicër nuk ikte kur. Mbesa e tij është në Zvicër. Ka fjalë që ka kontaktuar me avokatin e Tigrit dhe mund të mos të kthehet. Edi Rama vazhdon idenë se do të ketë 83 kopila djelza, ndërkohë është Edi Baba me 40 hajdut. Ndaj Ballukut ka kohë që SPAK ishte afruar dhe do të arrinte të jepte pretens. Problemi është se janë miliarda dollar të vjedhura. Duhen konfiskuar të gjitha, jo thjesht burgja si Tahiri, i cili ndërton kulla, thuhet në Tiranë. Sot do të marrë një status nga Sadik Bejko, besnik si që themun Shqip, deputet fisnik i PD-s në ato vitet reale demokrate. Ai shkruan sot që kryeministri ynë, që e paqim dhe mos na e marqin në sysh, me ndërkombëtarët është aq karizmatik, aq serbes sa të kput. Por ndonjëherë dhe ha ndonjë gjë që stuhet, se si Ballkanas këndes vetë t'u tregoj t'i ushes anglezve kryeministrit në Londër pak humor anglez. Ha ha ha. Tamam, kryeministër tek në Fez, thot Sadik Bejko. Sarkozia, presidenti, u fut në burg pasi gjykatat e ndoqën në gjendje të lirë dhe pasi ato morën vendim të formës prerë, shkruan Sadik Bejko. Kryeministri në Ballkanas, ky maj plehu, edhe njerë, ky maj plehu këndes që në mjedise europiane është mondan i thjellshëm si stewardess, që me Macron tallet dhe me Mr. Trump, ky kryeministër që do të na çojë në Europë, mos ngjan, mos o zot pak si Karagjos, shkruan Sadik Bejko, ky kryeministër me kollaro klauni, me fjalor banal e famoz, i ka në burg 2 nga njerëzit më të rëndësishëm të vendit. Si në kohën e Enverit, ky të fut në burg, të shkatron imazhin, të fut në burg dhe mund të dalësh i vrarë, por edhe politikisht, mund të ndalësh me ndonjë kancer në mushkëri nga stresi. A e mendoni, shkruan Sadik Bejko, se në cilën republik jetojmë, me atë që kryeministri si gangster të prangos, në atë republik ku ky kryeministër si gangster u bërtet kryetarëve të bashkisë që janë me status të zgjedhur si ai vet. Thot Bejko, po unë them që zgjedhet vidhen. Jemi nisur këtu e 35 vjet dhe zoti e di kur me të tillë gango monstra do të mbërrim në Europë. E ndërkohë, rrethi i SPAK ngushtohet afër tryezës së Ramës. Por më i korruptuari është Alibaba. Nuk ka mundësi Alibaba me 40 hajdut dhe Alibaba të jetë i ndershëm. Jo thash dhe dje, SPAK ka shumë për të tuar. Duhet të jetoj Sazanin, faljen qesharake, duhet të edhe bazën e Vlorës ruse, si mbas akuzave të Pacollit, po asgjë pa vizën e Ramës. E ndërkohë kërkon të shfaqsohet, të lavdroj Trumpin e madh, por Trump, siç ma tha ambasadori Boll, nuk harron hakmerret për çdo që e shan. Trump ka probleme këtu me tarifat, qeveria e mbyllur, po në arenën ndërkombëtare i ka shkatruar të gjithë. I keni parë liderët e Europës se si e lajkatojnë, si e përgëdhelin, si e lavdrojnë, kanë frikë. Është fuqia më e madhe ushtarake dhe ekonomike në botë. Trump është i paparashikues. E majta këtu e cilëson idiot, Hitler, ignorant, merren me atë dhomën e ballove $300 milion dhe bëjnë një krahasim që dhe Hitleri ka bërë një gjë të tillë, apo me harkun Trump përballë Lincolnit, edhe Hitleri pas ka bërë diçka të tillë. Por Trump i ka thënë gjitha në fushat. Kontrollohet nga projekti 2025. Edhe pse në fushat thoshte jo, s'kam asnjë lidhje. Është një platformë e djathtë. Heritage Foundation. Fullner ka qenë presidenti, Miki Berishës së kohë.
Dhe Trump ecën përpara. Natyrisht që ka dhe 3 vjet. Do ta ndalojnë, do të mbas Kongresin, çdo gjë varet nga votuesi. Por njerëzit besojnë atë që duan të besojnë. 33% e amerikanëve kanë probleme mendore. 50% nuk votojnë. E vërteta është vështirë të merret nga networket ultra radikale të majta. Paralelja është dhe për në Shqipëri. Rama ka shfrytzuar Goebbelsin e tij, fugën që nuk dihet ku ka shkuar për të krijuar një realitet surreal. Kur të gjithë e dinë, si mund të flasësh për inteligjencë artificiale kur në Tiranë nuk ke 24 orë ujë? Kur dil 1 kilometër pas zyrave të Mehmetçeut, rrugët skandaloze me gropa, me pëllje, plera, sepse po të vendosësh si kryetar bashkie një paralel me plerat, këto do të kesh. Dhe çuditërisht një kopje e tij po na vjen në Manhattan, Mamdani. A duhet jetë të trishtuar, krau djathtë apo i gëzuar? Unë mendoj se është një tezë që, shikoni të majtën, po shkojnë drejt një komunisti që thotë jam socialist. Dhe do ta shfrytëzojnë tek zgjedhjet e midtermit. Por asgjë nuk dihet se si do të shkojë. Trump pritet të takohet me presidentin kinez. Bill O'Reilly, një nga figurat që është shumë afër zotit Trump. Në maj, siç më ka thënë, ka shkuar në Kinë me porosinë e Donit të Madh, është takuar me anëtarë të byrosë politike për të ndërtuar një farë detante, një paqe, janë i bashkëpunoni me ne. Trump thot, let's make business, fitojmë të dyja palët. Dhe O'Reilly do të më thoshte, diku është ndryshimi i Kinës dhe yni, gjysma e byrosë politike janë inxhinier. Kabineti ynë dihet ç'a niveli ka. Dhe ky është problem. Kina po ecën edhe pse vend me teori komuniste, por ka futur kapitalizmin. Dhe ka shumë mundësi që ta jetë fuqi e parë ekonomike, jo shumë larg. Por Kina nuk godet e para. Kur? Por Kina nuk lejon kur të pres grushtin e dytë. Amerikës intereson paqe, bashkëpunim me Kinën. Dhe shkatrimi i Putinit. Më në fund janë vendosur sanksione nga Trump. Kush urdhëroi? Projekti 2025. Putini kërkon të thotë që kjo do të rrisë çmimin e naftës. Çuditërisht, këto 3 ditë nafta, benzina ka rënë në Amerikë. Dhe në qoftë se do të arrit të përfundoj skenarin e boltës në Venezuelë, çmimi do të bjerë më shumë. Do të jap pjesë nga diet tek intervista e Euronews, i uroj një weekend të këndshëm e të paqët dhe një kërkesë, ju lutem, abonohuni në kanalin ton, subscribe, do të jem çdo natë. Sa më shumë subscribers, aq më shumë sponsor, mundësia të jemi 2 orë çdo natë. Thank you. Si mendon se do të vijojë marrëdhënia midis Trump edhe Putin në kushtet kur janë vendosur sanksione kundrejt 2 kompanive kryesore të naftës, sipas Trump për të dalur luftën? Tani skenari është kthyer mbas 9 muajsh, më në fund doni ka vendosur sanksione. Sipas analistëve dhe nga Wall Street, Putini nuk mund të zgjasë më shumë se 2 muaj në qoftë se sanksionet funksionojnë realisht. Duhet themi që edhe Bideni ka pasur sanksionet të mëdha, por nuk kanë funksionuar. Rusia ka gjetur mënyra për t'i shmangur. Në qoftë se Gjermania do të ndalojë që të blej as edhe 1 litër naftë nga Rusia, në qoftë se Trump do të jetë i suksesshëm me takimin e presidentit kinez për të bindur dhe Indin, atëherë do të jenë vetë generalët, vetë oligarkët që do ushtrojnë trysnit madhe ndaj Putinit. Deri tani Trump ka pasur, e kemi trajtuar disa herë bashkë, duke i lajkatuar, duke mos e sulmuar, aq sa u krijua ideja sikur Trump ka ndonjë problem të madh, është aset rus. Në fakt tani është bindur, e ka parë që Putini kërkon të blej kohë. Trump kërkon një armpushim. Paqja është e vështirë. Ka pasur një përplasje përsëri me Zelenskin, të cilit i ka thënë ndalo aty ku je, dorëzo çfarë ka marrë Rusia, tulemi për armpushim për të shkuar tek ajo që Trumpi e quajnë pushimi i luftës të nënt prej meje. Unë mendoj se sanksionet do të ushtrojnë shumë trysni. Ekonomia ruse ka kohë që vuan, u bë thuajse 4 vjet luftë. Janë rarë dhe plagosur të paktën 1 milion, si thuhet, se nuk e vërteton kush.
nga ana tjetër nga Ukraina rreth 400.000. A do dorëzohet Zelenski te Donbas? A do të pranoj zgjedhjen që bëri dikur Finlanda me Stalinin, kur Stalini kërkonte më shumë se gjysmën e saj dhe ata rezistuan 3 muaj dhe pranuan të jepin 25% tokave? Kjo mbetet për të parë. Por duket që trysnia e Heritage Foundation e konservatorëve real po funksionon ndaj zotit Trump. Vetëm me sanksione dhe me gjuhë të ashpër mund të jetë trysnues dhe diktues ndaj Putinit, i cili duam apo s'duam trajtohet si kriminal lufte gjithkund. Por ishte Putin ai që anulloi takimin dhe jo Trump, edhe pse presidenti tha që isha unë. Zoti Baba, dakor, sanksionet erdhën natyrshëm mbas sosjes së durimit, mbasi u mbush goda, po nëse do vijohet me sanksione, do të shkëputet komunikimi dhe arritja e paqes, paqen në tryezë dhe me politik do të jetë e pamundur. Mendon se do të kemi një kthim të pozicionit të tij Vladimir Putin apo kjo përjashtohet si mundësi? Nga ato që tha Putini ndjet që është i shqetësuar dhe e hodhi që marrëdhëniet me Amerikën sapo ristrukturoheshin. Natyrisht që Trump ka qenë më tepër se ç'duhet i but me Putin. Është sulmuar shumë këtu nga e djathta amerikane. Por ai kishte zgjedhur një skenar të tillë që ta rindar pushimin vetëm duke qenë në marrëdhënie personale. Ai kujton se Putinin e ka shok, e ka mik. Kjo nuk është. Putini është një koloneli KGB-s që luan taktikisht, por dhe në strategji shumë mirë. Por Trump disa herë ka treguar që nuk është i fokusuar në ato që thot, ndryshon pozicione. Rreth 10 ditë më parë tha do të jap raketa Tomahawk, çka do ta çonte luftën në një nivel të paparashikueshëm. Pastaj u kthye. Pse? Unë mendoj se ka dhe të tjerë që ndikojnë tek zoti Trump. Industria e luftës pa diskutim ka një rol shumë të madh. Nuk mund të jepte më Amerika raketa Tomahawk se ka 3 vjet e gjysmë që vetëm e jep armatime dhe ka krijuar probleme me rezervat e saj. Por zgjuarësia e Trumpit është që alarmoi NATO-n. Erdhi me njëherë në mënyrë eksprese shefi NATO-s dhe ju e pat në takimin e Shtëpisë së Bardhë. Ai ishte me superlativa për Trump, vetëm ti mund të ndalosh, do të bëjmë një plan të ri paqe ku ti je kryetari i bordit pa. E kanë gjetur europianët se si funksionon mendja e Trump. Unë mendoj se sanksionet, po t'jenë reale, funksionojnë. Kanë gjetur europianët se si funksionon mendja e Trump, po Vladimir Putin me sa duket ende jo. Zoti Baba, gratë fisin për atë që po ndodh në Venezuelë, si është qëllimi vërtet i Trump, lufta një cila gjithashtu në terren, çfarë ndodh? Trump mbas kërkon të përfundojë atë që nisin mandatin e parë, kur ishte shumë pranë ndrimit të regjimit dhe mbështetjes të opozitës, të cilët u mbështetën shumë nga Boltoni në atërkohë, ishte për ndërhyrje ushtarake. Mënyra se si po sulmon ato barkat e vogla, ai thotë që po e bëj kundra trafikut të drogës. Natyrisht që ka të drejtë. I ka cilësuar si grupe terroriste dhe do të shkojë më tej edhe me Kolumbinë. Por mund të bëj bombardime edhe në Meksik. Ja jep të drejtën urdhëri ekzekutiv, në qoftë se cilëson si organizatë terroriste, por në këtë rast Madurën e konsideron si terrorist dhe janë haptas deklaratat e tij. Në fakt Maduro një vit më parë ka vjedhur zgjedhjet. Nuk është qeveri demokratike. Ka burime të mëdha të naftës, a do të shkonte në një ndryshim regjimi? Kjo duhet parë nga mënyra se si do të organizohet opozita, që është ende e dobët, por Trump problemin me Venezuelën e ka, jo vetëm me trafiqet, por dhe me mira venezuelian që të vinë nga burgjet atje, grupe gangsterësh që kanë ardhur në Amerikë. Deportimet kanë shkuar rreth 600.000 vet, është shumë i ashpër me deportime, 1 milion janë vetë deportuar, dhe Trump e ka tek kërkon të krijojë një, dikur ka qenë doktrina Monroe, sot unë do ta thoja doktrina Donroe. Pra, në hemisferën perëndimore do të jem unë që do ta kontrolloj. Ju, i thotë europianëve, që ndroni larg. Edhe në këtë pikë në fakt është shumë i qartë. I pa qartë është qëndrimi në fakt i Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur në mes është
Izraeli. Dhe këtu e kam fjalën jo vetëm tani që pakën në vjetë të gjithme është arritur paqja midis Netanyahu dhe Hamasit, por edhe gjatë luftës. Pikërisht për këtë doja, ja, edhe ju keni pikpyetje në një farë mënyrë me justifikacion aprovoni se nuk është arritur ende paqja. Paqja jo. Sa po ndodh atje? Kush e ka problemin tani? E ka Hamasi apo e ka Izraeli? Kujt duhet i tërheqi vëmendjen? Ku duhet i kapi veshin Donald Trump se dhe Bashkuar të Amerikës, duke qenë se zyrtarët e rëndësishëm janë ende atje, apo jo? Problemi është historik. Paqja nuk është vendosur, është thjesht një armë pushim. Dhe ato pikat, 20 pikat e famshme të Trumpit nuk po funksionojnë. Askush nuk e di detajet. Më shumë janë interesa financiare. Është dërguar Kushner dhe Witkoff dhe kanë dy qasje që një pjesë ku do ndërtohet do të kontrollohet nga Izraeli, pjesa tjetër që do të kontrollohet nga Hamas nuk do të ketë ndërtime. Pra kalon aspektin e biznesit. Problemi është historik. Izraeli duam apo s'duam është një shtet funksional. Palestinezët nuk kanë shtet. Autoriteti palestinez është surreal, nuk ekziston. Në Gazë janë thjesht si kampe përqendrimit rrethuar, por kjo e nxori keq Netanyahun, gjithë opinionin ndërkombëtar është kundër tij. Vetëm Trump e mbështeti. Problemi është që Izraeli ka shumë fuqi përmes AIPAC në Kongres, në Senat dhe në Shtëpinë e Bardhë. Nuk besoj se do të ndryshojnë ndonjëherë. Amerika do të jetë aleat me Izrael. Për mendimin tim, Netanyahu ka kryer gjenocid. Amerikanët nuk e pranojnë. E duan si bazë, por suksesi i Trump ose i njerëzve, dhe këtu mbase është roli Tony Blair, është ulja e gjithë arabëve, duke përfshirë dhe Turqinë, duke mbështetur planin e zotit Trump. Mbase përfituan nga që Irani, çka nuk janë arab, pers, pati një dobësim dhe kjo bëri që ata të hynin lojë. Por mendimi im që paqja është shumë e vështirë të arrihet. Duhet hiqet Netanyahu. Ajo që tha administrata e Biden që jep dorë që bëjnë zgjedhje duhet bërë. Vetëm kjo nuk është artikuluar, zoti. Nuk është thënë. Artikuluar se do të parosin Hamasi të fish po Hamasi do të largohet Benjamin Netanyahu, jo. Nuk mund të shfarosësh një popull. Qofshin dhe terroristë ata që e drejtojnë. Palestinezët kanë mbijetuar me qindra vjet dhe ju takon, kanë një të drejtë të kenë shtetin e tyre. Për momentin, për çastin, ajo që bën përmes Hamasit ishte shumë e rëndë dhe do të kishte një reagim të tillë. Por gafa e Netanyahut, i cili e ka mbiemrin Milenovski, është polak me origjinë, është se kanë kaluar një votim për aneksimin e bregut perëndimor. Domethënë Netanyahu çdo çast vazhdon me gafat e tij politike. Trump e turproi, e detyroi nga Shtëpia e Bardhë të lexonte një letër që kërkonte falje Katarit. Dhe ai ul. Por megjithatë, unë them se Izraeli përmes Mossadit ka një forcë të jashtëzakonshme, të paimagjinueshme. Ish drejtori i CIA-s Brennan, i cili mund të ketë akuza nga Departamenti i Drejtësisë, e kam pasur në fokus me Zoom, thoshte që ne nuk kryejm takime me oficerët Mossadit në zyrat e CIA-s. Sa herë që vinë lënë përgjues. Këtë kanë bërë në Shtëpinë e Bardhë. Nuk janë aleat real siç është Anglia ose Gjermania. Kërkojnë të arrijnë maksimumin, kanë një lob shumë të fuqishëm, miliarda dollar që shkojnë armatime pa fund, dhe nëse janë vrarë 60.000, 70.000 vetë në Hamas, kjo është realizuar dhe përmes armatimeve të rënda dhe nga Trump. Ja vërtet. Zoti Balla, do të flisja pak për Izraelin, po patjetër për Netanyahu. A ka ende armiq të mundshëm, armiq potencial rreth tij, e kanë fjalën për fqinjet në linjën e mesme? Izraelin askush nuk e do. Të gjithë bile aty erdhën dhe nga Indonezia në takim që nuk duan që të ekzistojë, por ajo marrëveshja e bërë që në mandatin e parë ka ftuar arabët dhe kjo është gjë pozitive. Arabët tani kërkojnë të bëjnë biznes me Izraelin. Dhe kjo i jep një plus, por jo me një lider si Netanyahu. Netanyahu ka probleme të mëdha, është i korruptuar, ka akuza. Dhe ishte e habitshme ajo që Trump në kiset ju tha që faleni. Netanyahu fundin do ta ketë keq. Zoti Balla, rikthehemi edhe një herë në SBA në New York konkretisht. Zoran Mamdani. Pyet se do të drejtojë New Yorkun. Tani është një emër që në fakt nuk ka ardhur deri në Shqipëri, për shembull, këtë statusin të tij dhe asaj që do të bëjë, që do të mund bëjë në New York.
unë i them Velia e New Yorkut, është një person që thot haptas jam socialist, demokrat socialist, por me ato që ka thënë ka shumë fraza që përkojnë me Engelsin. Ai kërkon që ne të marrim mjetet e prodhimit, kërkon transportim falas, kërkon të jetë i ashpër dhe të taksoj shumë të bardhët, pra zonat e pasura të New York, është kundra sipërmarrjes lirë. Pra është një njeri që Trump thot më në fund do të kemi një president komunist, thot zoti Trump. Nëse ai fiton New York, mund vetë kandidaturën dhe për Shtëpinë e Bardhë. Natyrisht që ai përfiton nga diçka. Është vit jo zgjedhor, pra nuk kemi as midterm as për president. Kur ka zgjedhje presidenciale dhe për senat e kongres, votojnë shumë njerëz. Ai përfiton nga kjo, votojnë pak në New York. New Yorku ka ndryshuar nga ana demografike, ka qenë shtet i majt liberal, tani është në mënyrë radikale i majt. Në 20 vitet e fundit janë larguar 1 milion hebrej, klase mesme dhe e pasur. Kanë ardhur me miliona emigrant të rinj. Ka musliman, ka indian, ka aziatik. Ai nuk është askush, sepse është assemblyman i New Yorkut, flet në mënyrë të rrjedhshme, është indian nga Uganda, mashtrues, propagandist, po të them si Veliaj, sepse nuk është i varfër, ka përfituar në shkollë duke regjistruar si afrikan-amerikan, nuk është, e jema është regjizore milionere, i jati profesor në Columbia. Është një brez i ri që kërkojnë të ngrejnë ide të socializmit pa e ditur se çfarë është socializmi. Unë në disa biseda dhe intervista që kam pasur me Bill O'Reilly, një emër të madh, unë e kuptoj se ne kemi jetuar në atë sistem. Që të kërkosh e të synosh këtë në Amerikë, në New York, është diçka habitshme, por për momentin nuk ka kandidat. Republikanët shkojnë 10-15%. Nuk ka më Giuliani, nuk ka Bloomberg. Cuomo, një figurë diskredituar si guvernator përgjegjës për 12.000-13.000 të vdekur tek ato azilet e pleqjve me 13 akuza seksuale, është shumë i dobët ndaj Mamdanit. Për mua Mamdani ka fituar. Por ai është shumë kërkon të shkrijë thuajse gjysmën e departamentit të policisë New Yorkut. Ky vend pa policinë del jashinave. Në arsim nuk do të ketë më kontroll siç ka pasur. Në arsim po vuan shumë New Yorku. Ka 100.000 nxënës pas 3. Edhe një nuk të dëgjova? Si mund ta kërkojë diçka të tillë për bashkiaku i New Yorkut? Po ai është e pa logjikshme, por ka shkuar 43% e votuesve, është një brez i madh. Ai brez që voton pro Hamasit. Dhe ky është haptas kundra Izraelit. Është i vetmi kandidat. Ai thotë që nëse vend Netanyahu në New York unë arrestoj. Kjo fiton pikë te ajo pjesë, pra ka ndryshuar demografia. Votojnë pak për kryetarin e bashkisë, por do ta vuan te ky vend. Vendi që është kryeqyteti financiar i botës, ku është Wall Streeti. Nëse unë e kuptoj që 1% ata milionerë dhe miliarderët paguajnë më shumë se 57% taksave. Ai do t'i taksojë më shumë, nëse hikin nga New Yorku ç'ngjet. Është një qytet që e ka buxhetin 110-120 miliard dollar. Dhe është abuzuar vitet e fundit me kryetarët demokrat liberal të majt. Unë mbaj mend kur kam ardhur në Amerikë ka qenë një emër i madh, Rudy Giuliani. New Yorku ka nevojë për Giuliani, por nuk ka votues për Giulianin më. Ka ndryshuar ajo që po them. Dhe do të ishte një sinjal. Zoti Trump po kryen politika shumë të djatha dhe këtu thuhet se kur perpendikulari shkon në mënyrë ekstreme djathtas, kur kthehet të sjell Mamdan ose Cortez. Megjithatë për të sqaruar shikuesit, nuk është social komunist me internime me vrasje. Ai fundit kërkon atë social demokracinë që ka Gjermania, Italia, Franca, Kanadaja, por që traditat, idet e këtij kombi nuk përkojnë. Ky vend është për liritë individuale, secili të prosperojë vetë, jo mendima nga shteti. Të majtët, por kanë një mbështetje votuesit. Pse? Sepse demokratët për 200 vjet kanë dhënë pafund ndihma welfare për italianët kur vinin, për irlandezët, për grekt. Pra kanë krijuar një grup të madh votuesësh për ta. Trumpi ishte zgjuar që mori votuesit elektricist, hidraulik, klasën punëtore e kaloi nga e djatha. Sa mund ta mbaj? Edhe 3 vjet është Trump. Ata përsëri shkojnë atje. Nga pollët e fundit janë rreth 47% që identifikojnë demokrat dhe 43 republikan. Po ndryshon. Klasa e mesme, personalisht më vjen keq që shikoj disa fotografi të Mamdanit nga komuniteti shqiptar. Nuk ka asgjë për çështjen tonë. Absolutisht.
Ne kemi uha republikanëve dhe demokratëve, po jo socialistëve. Kudo në Shqipëri.